Viktima e aksidentit me fatalitet në Pej është vëllai i Gjestit. Një aksident me fatalitet ka ndodhur ditën e sotme premte në Qyngur të Pejës. Nga mediat është mësuar se viktime e këtij aksidenti tragjik është Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur Besart Kelmendi Gjesti, njëherës fitues i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Aksidenti ndodhi rreth orës 14 kur një vetur përplas me një 4 ciklet duke lënë një person të vdekur dhe një tjetër të lënduar rënd. Burimet nga mediat bëjnë me dije se i lënduari me inicialet KB ndodhet në gjendje të rënd shëndetësore dhe është duke operuar në spitalin e Pejës. Zëdhënësi për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, kishte konfirmuar më herët aksidentin duke thënë: rreth orës 14 në fshatin Qyngur të komunës së Pejës ka ndodhur një aksident mes një veture dhe një 4 ciklete. Policia ka dalë menjëherë në vend ngjarje, ndërsa ekipi mjekësor ka konfirmuar vdekjen e një personi në vendin e ngjarjes dhe lëndimin rënd të një tjetri, i cili është dërguar me urgjencë në QKK. Ngjarja ka shkaktuar tronditje në komunitet dhe tek fansat e reperit Gjesti, ndërsa hetimet për shkaqet e këtij aksidenti të rënd vazhdojnë.